تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë e devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme ata që na ke mësuar, na mëso ata që na bën dobi, na shto diturin, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me shpjegimin e librit Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, pra mësimet e rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, nga autori dietari kolosal Sheikh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, I cili ka vdekur në vitin 1420 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt, atë na falt ne, prindrit tan, dietarët tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në vazhdim të mësimit të 18 që ka të bëjë me njohjen e mëkateve të mëdha ose paralajmërim, më falni, mësimi 17, do thotë që është paralajmërim për shirkun dhe mëkatet, do të thonë dhe llojet e mëkateve. Edhe thamë se muslimani duhet të kujdeset, të mësoj argumentet për ato që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala dhe ko pas kohe të përsëris argumentet që ta përkujtoj veten dhe të ruhet prej asaj që shkakton zemrimin e Allahut subhanahu wa taala dhe gjithashtu të ruhet vetë dhe ti ruaj të tjerë, do të thënë duke I paralajmëruar dhe duke I përkujtuar të tjerët që të ruhen prej këtyre mëkateve. Dhe folëm për disa prej mëkateve më të mëdha, duke filluar nga shirku dhe pastaj mëkate tjera që janë të klasifikuara si mëkate të mëdha. Përmendëm se ka mëkatet mëdha dhe mëkatet vogla dhe argumentet për këtë ndarje nga Kurani dhe Suneti. Dhe është me rëndësi që ta kemi parasysh rregullën ose përkufizimin me të cilin I dallojmë mëkatet e mëdha nga mëkatet e vogla. Kur lexojmë në argumentet e Kuranit dhe Sunetit, se përmendja e numrit, përmendëm një hadith që ka thënë ruhuni prej 7 mëkateve zhytëse, edhe treguam se përmendja e numrit nuk është argument për kufizimin e këtyre mëkateve vetëm në këtë numër. Edhe kur është pyetur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma për këtë, dhe I kanë thënë a janë mëkatet e mëdha 7, ka thënë janë më afër 700. Do thotë pra nuk ka numër të caktuar qartazi, do thotë nuk dim në ndonjë numër nga argumentet e Kuranit dhe Sunetit, por për t'i njohur cili është mëkati I madh dhe cili nuk është, do të thënë prej mëkateve më të mëdha, kanë përmendur dietarët disa rregulla që I shohim në argumente. Do të thënë secili mëkat për të cilin përmendet mallkim, lana, do të thënë është prej mëkateve të mëdha, ose ato që përmendin se kush e bën këtë mëkat është I privuar nga xheneti, ose nuk do të hyjë në xhenet, ose nuk do ta ndjej erën e xhenetit, do të thënë me këto fjalë, do thotë në argumente, ose ku përmendet kërcënim për xhehenem, do të thënë kush e bën këtë mëkat hyn në xhehenem ose dënohet kështu ose thellohet 70 vjet,
ose mëkatet që përmendin, kur përmendet një vepër dhe tregohet se kjo e shkakton zemrimin e Allahut, ose dënimin e Allahut, ose mallkohet vepruesi i atij mëkati, ose mohohet imani. Do thotë, pra qëllimi është i mohimit të imanit të tregohet se ky është prej mëkateve të mëdha. Ose kur thuhet nuk është prej nesh, nuk është yni ai që e bën këtë. Do të thonë, kur i shohim këto argumente, atëherë këto janë shenja se vepra për cilën flitet është prej mëkateve më të mëdha. Edhe më i madhi dhe më i rrezikshmi, më i tmerrshmi është shirku. Prej të gjitha mëkateve është mëkati i shirkut, që është mëkati i cili nuk falet, edhe është padrejtësia më e madhe dhe mëkati më i madh që është bërë në fytyrën e tokës. Pastaj përmendëm për disa të tjera dhe arritëm deri te ky shembull që e ka përmendur autori rahimahullah, sepse ka përmendur disa shembuj të mëkateve për t'i njohur dhe për t'u ruajtur prej tyre. Tjetri mëkat që e ka përmendur është sjellja e keqe me prindrit, ose ajo që quhet arabisht uququl walidain. Dhe fjala uquq përfshin, do thotë, një kuptim më të thellë. Do thënë uquq gjuhësisht do thotë shkputje. Do të thonë shkputje e asaj që Allahu ka urdhëruar të lidhet. Do të thonë përfshin çdo sjellje të keqe, çdo largim prej asaj që duhet, do të thonë, të bëhet prindërve, shërbimi e kështu me radhë. Dhe gjithashtu çdo gjë që është në kundërtën me sjelljen e bukur dhe të mirë. Pra, ose lënia pasdore e prindit, ose lënia e bindjes dhe dëgjimit ndaj prindit, mos dëgjueshmëria është uquq, ose sjellja e keqe me vepra ose me fjalë. Do thënë, edhe prej fjalëve, Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar, do të thënë, në Kur'an edhe fjalën uf, do thotë që është, si thon dietarët, fjala më e shkurt dhe fjala më e pazëshme, mirë po, edhe atë ka ndaluar, do thotë, në drejtim të prindërve. Në hadith dhe në ajete kemi përmendur se haku i prindërve është përmendur bashkë me hakun e Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë, më njëherë vjen pas hakut të Allahut. Edhe në aspekt të urdhrit dhe edhe në aspekt të ndalesës. Do të thënë, kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ela unabbiukum bi akbaril kaba'ir", do thotë, a doni t'ju tregoj mëkatet më të mëdha. Më të mëdha prej të gjitha mëkateve. E ka përsëritur këtë 3 herë. Edhe kanë thonë sahabët, na trego o i dërguari i Allahut, ka thonë ash-shirku billah, al-ishraku billah, do të thonë ti bëhet shirk Allahut subhanahu wa taala, pastaj ka thonë wa uququl walidain, dhe do të thonë sjellja e keqe ndaj prindërve. Do të thonë, më një herë pas çështjes së shirkut e ka përmendur si mëkat më të madh çështjen e sjelljes së keqe ndaj prindërve. Do të thonë, si kanë thonë dietarët, që prej mëkateve më të mëdha është njeriu të jetë me sjellje të keqe ndaj prindërve, do të thonë që nuk i dëgjon ose e ngre zërin ndaj tyre, ose i kundërshton dhe i shkel urdhrat ose ndalimet e tyre, nuk është bamirës, nuk është shërbyes, do thotë me të mirë ndaj prindërve, gjitha këto hynë në uquq, do thotë, pra sjellje e keqe ose keqbërje ndaj prindërve. Dhe ai i cili sillet keq me prindrit nuk hyn në xhenet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, thotë, ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah." Do të thonë, 3 veta Allahu nuk i shikon në ditën e gjykimit. Do thotë që është dënim më i madh se sa vetëm të thuhet se nuk hyn në xhenet. Do thotë që nuk i shikon me shikimin e mëshirës dhe faljes. Ka thënë el-aqu li walidayhi, do të thonë ai i cili sillet keq ndaj prindërve të tij. Pastaj el-mar'atu al-mutarajjila, gruaja që bëhet si burr, wad-dayyuth, edhe
ai burri që nuk ka xhelozi për nderin e familjes vet. Pastaj ka thënë wa thalathatu la yadkhulun al-janna. Do të thënë tre veta nuk hynë në xhennet. Al-aqu li walidayhi. Edhe një herë e ka përsëritur ai që sillet keq me prindrit e tij. Wal mudminu al-khamra, edhe ai i cili është i dhënë pas alkoolit, do të thënë është si thuhet pra i varur nga alkooli. Wa al-mannanu bima a'ta, edhe ai i cili e përmend atë që ka dhënë. Do të thënë vazhdimisht ja përmend njeriu që çka i ka dhënë. Gjithashtu transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yaliju ha'it al-Quds mudminu al-khamr wala al-aqu li walidayh. Do të thënë nuk guxon të hyj në oborrin e Qudsit, ai që i bën keq prindër ose ai i cili është i varur nga alkooli, është i dhënë pas alkoolit, edhe ai që sillet keq me prindrit dhe ai i cili e përmend atë që e ka dhënë. Do të thonë është për qëllimi që nuk i afrohet xhenetit. Edhe gjithashtu e pam se ai që sillet keq me prindrit është përmendur edhe te dënimi i parë më i rëndë që Allahu nuk e shikon atë në ditën e gjykimit. Kjo çështje, do të thënë sjellja e keqe ndaj prindërve, edhe përdorimi i fjalëve të këqija ndaj prindit, është një prej prishjeve më të rënda të kohës vonshme. Kurse në kohën e parë, sahabët nuk kanë mund ta imagjinojnë këtë ndodhi. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e mallkoft atë që i mallkon prindrit, ose Allahu e mallkoft atë që i shan prindrit. Ose ka thënë ai i cili i shan prindrit, do të thënë sharja e prindërve është prej mëkateve të mëdha. Edhe sahabët janë çuditur nga kjo. Ka thënë kush është ai që e shan prindin? Ka thënë nëse ja shan babain ose nanën dikujt, edhe pastaj ai ta kthen edhe e shan babën ose nanën tënde. Do të thënë kjo është prej mëkateve të mëdha, edhe është diçka që e shkakton mallkimin e Allahut, nëse bëhesh shkak që dikush tjetër t'i shaj prindët tu. Do të thënë atëherë çka kuptohet prej kësaj për atë njeri i cili i shan vet direkt me fjalët e tij i shan prindët e tij. Pra padyshim se kjo është prej mëkateve të mëdha, gjithashtu prej porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ja ka thënë Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, i ka thënë wala ta'uqqanna walidayk. Do të thënë mos u sill keq me prindët tu, ose mos i kundërshto, ose mos u tregoj i pabindshëm ndaj prindërve tu. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. Edhe nëse të urdhrojnë të dalësh prej shtëpisë tënde dhe prej familjes tënde, edhe prej pasurisë tënde. Do të thënë edhe nëse të nxjerr nga shtëpia, edhe nëse ta merr pasurinë, pra mos e kundërshto, por bindju dhe nënshtroju urdhrave të tij. Po ashtu e ka këshilluar Abu Darda radhiyallahu anhu, i ka thënë wa ati' walidayk wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Do të thënë bindju prindërve tu, edhe nëse të urdhrojnë të dalësh nga dunjaja jote, do të thënë nga ato të mirat e dunjas që i ke, nga pasuria, nga shtëpia, nëse të urdhrojnë, do të thënë del për ta. Pra del për shkak të urdhrit të tyre, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abik. Do të thënë ti dhe pasuria jote jeni të babait tënd. Pra tham Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar secilin lloj të sjelljes së keqe ndaj prindërve. Ka thënë imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Do të thënë nëse e arrin pleqërinë njëri prej tyre, ose të dy, ata arrin pleqërinë të ti, fala taqul lahuma uffin. Do të thënë mos i thuaj atyre as uff. Wala tanharhuma, edhe mos i qorto. Do të thënë mos bën ndonjë sjellje. Kam thënë këtu Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar këto dy çështje që janë me fjalë dhe me vepër. Do të thënë fjala uff, fjala më e lehtë është që Allahu e ka ndaluar ti thuhet prindit. Do të thënë që është fjalë paknatësie. Fjala më e lehtë për fjalëve të paknatësisë. Edhe wala tanharhuma është për qëllim, do të thënë mos bën grimasa të fytyrës
për treguar pakënaqësi ndaj tyre. Do thotë edhe mrolja ose ndonjë lëvizje e fytyrës për shkak të urdhrit të tyre ose kërkesës së tyre ose nëse të ndalojnë diçka, do të thënë e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala fjalën më të vogël dhe veprën më të vogël, që është që i shqetëson ose tregon pakënaqësi ndaj prindërve. Dhe ka thënë wa qul lahuma qawlan karima, dhe thuaju atyre fjalë fisnike, fjalë do të thënë të mira, të ndershme. Waqfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, edhe tregohu modest, do të thënë ulu i përulshëm edhe modest para tyre nga mëshira për ta. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, dhe thuaj o Zoti im, mëshiroj ata siç janë kujdesur për mua kur kam qenë i vogël. Do të thënë këto të gjitha janë urdhra për të qenë me mirësjellje ndaj prindërve, edhe me të gjitha format, do të thënë sjellje të mirë, me veprime, me buzëqeshje, do të thënë me lëvizjet e fytyrës gjithashtu, që të jetë mirësjellje ndaj prindërve dhe respekt, mëshirë, edhe me fjalë, do të thënë qul lahuma qawlan karima, pra thuaju fjalë të mira, të ndershme, të bukura, që i kënaqin ata, dhe gjithashtu edhe kur nuk janë prezent, edhe nëse janë gjallë, nuk janë prezent, pra na ka urdhëruar Allahu që të lutemi për ta me mëshirë, edhe pasi të vdesin. Gjithashtu, wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, do të thënë thuaj o Zoti im, mëshiroj ata siç janë kujdesur ata për mua kur kam qenë i vogël. Pastaj tjetra prej mëkateve të mëdha është wa qati'atur rahim, ka thënë autori rahimahullah, thotë shkputja e lidhjeve familjare, lidhjeve të mes antarëve të familjes. Ka thënë Allahu i lartësuar, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, do të thënë ju a doni që t'ia ktheni shpinën pra përkujtimit asaj që e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala, të bëni prishje nëpër tokë dhe t'i kputni lidhjet familjare. Ka thënë ulaika alladhina la'anahumullah, do të thënë ata njerëz që e bëjnë këtë janë ata që i ka mallkuar Allahu, fa asammahum wa a'ma absarahum, do të thënë dhe i ka shurdhuar dhe u ka verbruar shikimin. Thotë lidhja familjare është lidhja më e fuqishme, edhe është çështje që ka peshë shumë të madhe, edhe është shumë e rëndësishme në fenë e Allahut dhe do të jetë shumë e rëndësishme në ditën e gjykimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që kuptimi i tij është se kur Allahu i ka krijuar krijesat edhe ka mbaruar krijimin e krijesave, atëherë është ngritur ar-rahim, do të thënë kjo lidhja familjare, lidhja e gjakut është ngritur dhe e ka kërkuar hakun te Allahu subhanahu wa taala. Dhe i ka thënë Allahu i lartësuar, a je e kënaqur, do të thënë lidhjeve familjare, ka thënë a je e kënaqur që unë ta mbaj lidhjen me atë që e mban lidhjen me ty dhe ta shkpus atë që e shkput lidhjen me ty. Do të thënë pra kush i mban lidhjet familjare, Allahu e mban lidhjen me të me mëshirë, me mbrojtje, me sukses, ndihmë e kështu me radhë, dhe ai që i shkput lidhjet familjare, do thotë Allahu e shkput prej tij ndihmën, mbrojtjen, mëshirën dhe të tjera, do thotë prej asaj që ka nevojë njeriu, do të thënë prej Allahut subhanahu wa taala. I ka thënë, pra Allahu i ka thënë familjes ose lidhjes familjare këtë fjalë dhe ajo pra je i kënaqur që ta shpërblej kështu atë që e mban lidhjen me ty dhe atë që e shkput lidhjen me ty, ka thënë bela ya Rabb, qala fadhak, edhe ka thënë po, jam i kënaqur, edhe Allahu ka thënë kështu do të jetë. Dhe gjithashtu në hadith është përmendur se nuk hyn në xhenet ai që i kput lidhjet familjare. Do të thënë ai i cili largohet prej familjes, nuk i gjendet familjes,
nuk është në ndihmën e tyre, nuk i viziton, nuk i mban lidhjet e mira, do të thonë me vizita, me dhurata, me fjalë të mira, me interesim për ta. Do thotë kjo është shkputje, do të thonë kur largohet, pa marrë parasysh edhe nëse familjarët janë që kanë sjellje të keqe. Pra, përmendëm te etika islame, se etika islamit nuk është për shpagim. Do të thonë nëse ai më viziton, unë do ta vizitoj. Nëse më jep, do t'i jap. Nëse do të thonë, si thonë, nëse më do, do ta dua, nëse nuk më do të thonë nuk e dua, kështu me radhë. Kjo nuk është etikë islame. Etika islame është, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leysa al-wasilu bil mukafi. Do të thonë nuk është pra i sjellshëm me familjarët, ai që e kthen borxhin. Do të thonë se më ka vizituar dhe duhet ta vizitoj, por është ai që jep kur nuk i japin, edhe i viziton kur ata i largohen. Do të thonë ose si është kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, un kam familjar që i mbaj lidhjet me ta kurse ata më shkpusin, edhe unë u jap dhe ata do të thonë më largojnë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse është kështu si thua, atëherë gjendja e tyre është sikur ti ju hedh prush ose hi të nxehtë syve. Edhe ka thënë ti ke një ndihmës nga Allahu subhanahu wa taala përderisa vazhdon në këtë gjendje. Tjetër prej mëkateve të mëdha është, ka thënë autori rahimahullah, shahadatu zur, do të thonë dëshmia e rrënjshme, dëshmia falso. Do thotë padyshim prej mëkateve të mëdha është gënjeshtra me të gjitha format e saj. Mirpo më e keqja prej gënjeshtrave është kur dëshmohet për një hak, do të thonë në mënyrë të rrënjshme. Edhe ka thënë Allahu për besimtarët, walladhina la yashhaduna az-zur, do të thonë ata që nuk dëshmojnë rrënjshëm ose nuk marrin pjesë në gënjeshtër. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju tregoj, do thotë për mëkatet më të mëdha, dhe ka thënë shirku, sjellja e keqe me prindrit, pastaj ka qenë i mbështetur ose shtrir, edhe është ngritur, edhe ka thënë ela wa shahadatu zur, ela wa qawlu zur, do të thonë e ka përsëritur shumë herë, saqë sahabët kanë thënë mjafton, do të thonë sikur të kishte heshtur. Do thotë ka thënë se dëshmia e rrënjshme është prej mëkateve më të mëdha, e ka përsëritur shumë herë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, fajtanibu ar-rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Do të thonë largohuni prej fllitësirës së idhujve, prej të adhuruarve të tjerë përveç Allahut, dhe largohuni prej fjalëve të rrënjshme ose prej dëshmisë së rrënjshme. Do thotë edhe këtu ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, do të thonë e ka barazuar Allahu dëshminë e rrënjshme me shirkun, sepse dëshmia e rrënjshme sjell në dëme të rënda dhe në shkatrim të madh. Pra ka thënë largohuni prej papastërtisë ose fllitësisë së idhujve dhe largohuni prej fjalëve të rrënjshme ose dëshmisë së rrënjshme. Dhe padyshim ka ixhma të dietarët që dëshmia e rrënjshme është haram, edhe është prej mëkateve të mëdha. Dhe kjo dëshmi e rrënjshme, do të thonë kur vjen dikush edhe dëshmon për hakun e dikujt, thotë unë dëshmoj se ky e ka bler, do të thonë këtë vend për shembull ose diçka të tillë, pa qenë e vërtetë. Edhe këtu ka padrejtësi të shumta. Do të thënë në gënjeshtra, secila gënjeshtër është prej mëkateve të mëdha. Por gënjeshtra në dëshmi është edhe më e madhe, edhe më e shumëfishuar, dhe në të ka padrejtësi të shumta. Një është padrejtësia e robit ndaj vetes vet, që e ka bërë këtë gënjeshtër, këtë mëkat, edhe atëherë e ka ngarkuar veten me këtë mëkat, do të thënë i ka bërë padrejtësi. Edhe është rrezik që kjo të jetë shkak për të devijuar nga rruga e drejtë,
se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. Do thotë Allahu nuk e udhëzon atë që është, do të thënë që është teprues dhe është gënjeshtar. Pastaj padrejtia e dytë është padrejti ndaj personit kundër të cilit dëshmon. Do të thënë janë këtu dy veta që kanë mosmarrveshje, edhe kur dëshmon, kuptohet se i bën padrejti atij kundër të cilit ke dëshmuar, edhe padrejtia kundër tij është, do të thënë diçka në dunjë, duke i marrë një hak, një të drejtë prej të drejtave, ose duke i marrë pasuri, ose duke i larguar diçka, dhe do të thënë e dëmton atë në këtë aspekt. Padrejtia e tretë është padrejti ndaj atij për të cilin dëshmon. Do të thënë edhe atë për të cilin në favor të atij dëshmon, gjithashtu i bën padrejti atij, sepse duke i ndihmuar për t'ia marrë padrejtisht hakun vllajt vet, atëherë e ka ngarkuar atë me mëkat të rënd. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo për këtë dëshminë e rrejshme, po për gjykimin. Ka thënë, unë jam njeri, gjykoj sipas asaj që dëgjoj. Do të thënë tani shkon te gjykatësi, edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë për vete se është vetëm njeri. Edhe sipas asaj që dëgjon, ashtu gjykon. Edhe secili gjykatës gjykon në bazë të dëshmive që sillen. Edhe kur vjen dëshmitari i rrejshëm, edhe dëshmon, ka thonë, femen qadajtu lahu bi haqqi akhihi shay'an bi qawlihi, ka thonë, nëse gjykoj në favor të dikujt, për t'ia dhënë hakun e vllajt vet, padrejtisht, do të thonë për t'ia marrë hakun vllajt dhe për t'ia dhënë atij për shkak të dëshmive të rreshme, fa innama aqta'u lahu qit'atan min an-nar. Do të thonë ta di se i kam ndarë atij një pjesë të xhehenemit. Do të thonë, pra gjykatësi në këtë mënyrë në realitet, gjykatësi dhe ai dëshmitari i rrejshëm i kanë ndihmuar këtij personi që të marrë një pjesë ose një copë të xhehenemit, Allahu na ruaj. Prandaj mos e marr atë në këtë mënyrë. Edhe pse gjykatësit e dunjas edhe në ligjet e dunjas del i drejtë edhe i lam edhe se takon ai hak, thotë nëse nuk ka qenë e vërtetë, ta dish se ke marrë një pjesë të xhehenemit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu al-muslimi ala al-muslimi haram. Po tjetra padrejtësia e katërt është që me dëshminë e rrejshme bëhet halal harami. Do të thënë ai që ka qenë haram është bërë halal me këtë dëshminë e rrejshme, dhe kjo është, do të thënë, është prej padrejtësisë më të madhe ndaj fesë Allahut dhe ndaj shariatit të Allahut subhanahu wa taala. Do thotë bëhet i lejuar gjaku ose pasuria ose nderi dikujt ose diçka tjetër prej të drejtave të tij. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu al-muslimi ala al-muslimi haram. Do të thënë gjithë muslimani për muslimanin është haram. Nuk guxon asgjë të preke prej muslimanit, si pasuria e tij, si gjaku i tij, si nderi i tij. Do të thënë këto komplet muslimani, për muslimanin është haram dhe mund të marrë prej tij vetëm atë që është sipas ligjit të Allahut dhe me kënaqësinë e njeriut. Do të thënë, ka thënë mos merr prej pasurisë askujt përveç se me kënaqësinë e tij të plotë. Do të thënë që ta jep ose në tregti, ose dhurat, ose diçka e tillë. Tjetri prej mëkateve të mëdha, ka thënë, është betimi i rrejshëm, al-ayman al-kadhiba. Dhe betimi i rrejshëm është, do thotë, kur njeriu e di për diçka që nuk është e vërtetë dhe betohet në Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo është prej mëkateve zhytëse. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yemin e ka quajtur këtë yeminul ghamus, do thotë betimi zhytës, që e zhyt njeriu në zjarrin e xhehenemit. Dhe gjithashtu ky betim i rrejshëm është në shkallë të ndryshme. Njëherë në përgjithësi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Do thotë
tre vetave nuk u flet Allahu në ditën e gjykimit, nuk I shikon dhe nuk I pastron, dhe për ata ka dënim të rëndë. Dhe një prej tyre ka thonë el munfiqu sil'atahu bi el halifil kadhib. Do thot ai që e shet mallin e tij me betime të rrënjshme. Do thonë shitja e mallit duke e bërë Allahun subhanahu wa taala, emrin e Allahut, duke e bërë do të thonë si mall tregtie. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala wala taj'alu Allaha 'urdatan li aymanikum. Do të thonë mos e bëni Allahun si mall për betimet e juaja. Do të thonë që të betoheni vazhdimisht në Allahun për ta shitur atë mallin tuaj ose për ta kaluar atë qëllimin dhe dëshirën tuaj. Kjo është prej mëkateve të mëdha. Dhe gjithashtu është mëkat edhe më I madh nëse ky betim bëhet për ta dëmtuar dikën. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men halifa ala mali imri'in muslimin bighayri haqqihi, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban." Do të thonë, kush betohet për t'ia marr pasurinë e muslimanit, për t'ia marr pasurinë muslimanit, do të thonë, pa të drejtë, atëherë kur të takohet me Allahun ditën e gjykimit, Allahu do të jetë I zemruar ndaj tij. Ka thënë Allahu, innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah. Do të thonë ata që me betime blejnë, do thotë një çmim të ulët, që janë të mirat e dunjas, të gjitha të mirat e dunjas, edhe nëse ka mundësi ta blej gjithë dunjan me këtë betim të rrënjshëm, do të thonë ajo është çmim I ulët, edhe I vogël. E blen këtë me betim të rrënjshëm dhe me shkeljen e premtimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, do të thonë ata nuk kanë asnjë hise në ahiret, wala yukallimuhum Allah, dhe atyre nuk u flet Allahu I lartësuar. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna." Thot kush ja merr hakun dë një njeriu të musliman me betim, atëherë atij Allahu ja ka bërë obligim xhehenemin dhe ja ka bërë haram xhennetin. Edhe kur e ka thënë këtë, e kanë pyetur sahabët edhe a nëse është diçka e vogël, do të thënë diçka e pavlefshme, ka thënë wa in qadiban min arak. Do të thënë qoftë edhe një deg prej arakut, do të thotë edhe një misfak. Nëse I merr duke u betuar rrënjshëm, atëherë do të thënë e ka fituar zemrimin e Allahut subhanahu wa taala dhe me këtë ka fituar një pjesë të xhehenemit. Pastaj mëkati tjetër që e ka përmendur autori rahimahullah është idha'ul jar, do të thonë shqetësimi ose dëmtimi I fëmijët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Do thotë kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, mos e shqetësoj fëmijën e vet, ose mos e dëmtoj. Pra, fjala idha në gjuhën arabe është më e vogël se dëmtimi. Do thonë diçka shqetësim ose ti shkaktosh diçka mungesë të rahatis, edhe nëse nuk I bën dëm realisht, do thonë nuk është dëm, mirë po nuk e let qetë. Edhe kjo është prej mëkateve të mëdha. Do thonë çdo gjë që është më e rëndë se kjo, atëherë është mëkati edhe më I madh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Do thotë kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le t'i bëj mirë, do të thënë le të jetë bamirës ndaj fëmijët vet. Dhe ka thënë wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Do të thënë pasha Allahun nuk është besimtar, pasha Allahun nuk është besimtar, pasha Allahun nuk është besimtar. Kan thënë kush o I dërguari I Allahut? Ka thënë alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Do të thënë ai që prej shqetësimeve të tij nuk është I qetë fëmijë I tij. Dhe gjithashtu ka thënë la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Pra nuk hyn në xhennet ai që fëmijë I tij nuk është I sigurt prej
prej dëmeve të tij, ose nuk është i sigurt, domethënë prej veprimeve të tij, nuk e di se çka mund t'i ndodh prej fqinjit. Nëse është në këtë gjendje ky fqi, do thotë është që nuk hyn në xhennet. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Do thënë musliman është ai që muslimanët janë qetë prej gjuhës dhe dorës së tij, dhe el mu'min besimtar është ai i të cilit i besojnë njerëzit. Do thotë pra dhe në radhë të parë fqinjët. Prej asaj që duhet, do të thënë njeriu të ruhet, muslimani të ruhet shumë nga dëmtimi i fqinjit, edhe shqetësimi i fqinjit, është shqetësimi në pasurinë e tij ose në jetesën e tij, edhe një prej më të rëndave është shqetësimi në nderin e tij. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pyetur cili është mëkati më i madh. Thot Abdullah ibn Mas'ud, e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cili është mëkati më i madh. Ka thonë an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Do thonë ti bësh Allahut të barabartë kurse Allahu të ka krijuar. Ka thonë inna dhalika la'azim. Do thonë kjo është shumë e madhe, shumë e rëndë. Pastaj cili është pas këtij? Ka thonë an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak. Do thonë ta vrasësh fëmijën nga frika se do ta hajë ushqimin tënd. Ka thonë thumma pastaj cili është mëkati më i madh? Ka thonë an tuzaniya halilat jarik. Do thonë bësh zina me gruan e fëmijët tënd. Do thotë prej të gjitha llojeve të zinas, më e tmerrshmja dhe më e rënda është, do të thonë, me fëmijën. Dhe gjithashtu ka në hadith tjetër që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la an yazni ar-rajulu bi 10 niswa aysaru alayhi min an yazni bi imra'ati jarihi. Do thotë me bë zina me 10 gra është më e lehtë se sa me bë zina me gruan e fëmijët. Pasi fëmiji është ai që do të thonë është më i afërti, edhe është që duhet më shumë t'i besojë njeriu. Edhe duhet t'i kthehet, do thot kur ka nevojë diçka ose kur është i sulmuar për shembull, duhet fëmijë të jetë i pari që e mbron derin e tij, e mbron pasurinë e tij edhe e mbron jetën e fëmijët. Nëse fëmiji largohet dhe ai i pari që e dëmton është fëmiji i tij, do të thonë kuptohet se ajo është shoqëri e shkatruar dhe ky është prej fëmijëve më të këqij. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min jari as-su fi daril muqama. Do të thonë Allah kërkoj mbrojtje të tij nga fëmiji i keq, sepse fëmiji i keq do të thonë është që ta prish jetën, ta dëmton, do të thonë ta shkatron jetesën në atë vend. Mirë po këtu në këtë dua ka thënë min jari as-su fi daril muqama. Do të thonë kërkoj mbrojtje të tij nga fëmiji i keq në jetën e përhershme, në ahiret, sepse në jetën e dunjas dikur mbaron edhe ndryshon ajo. Mirë po, me pas fëmijë të këqij në ahiret, do të thonë është fëmijësia e xhehenemit, Allahu na ruaj. Do thotë ajo është fëmijësia më e keqe. Po ashtu ka thonë awwalu khasmaini yawm al-qiyamah jaran. Do të thonë hasmet e parë ose kundërshtarët e parë në ditën e gjykimit do të jenë fëmijët. Në hadith transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka ardhur një njeri dhe është ankuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ankuar nga fëmiji i tij, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idhhab fasbir. Do të thonë shko, duro. Pra bëhu durimtar. Pastaj ka ardhur prap edhe një herë, do të thonë ka ardhur disa herë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke u ankuar nga sjellja e fëmijët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idhhab fatrah mata'aka fi at-tariq. Ka thënë shko, nxirri orëndit e shtëpisë në rrugë. Edhe kur të kaloj dikush, të pyet çka e duke vepruar, thuaj, do të thonë nuk mund të jetojnë këtë shtëpi nga ky fëmijë. Edhe kur kanë kaluar njerëzit, e kanë pyetur edhe i ka treguar se kjo është për shkak të sjelljes keqe të fëmijët. Edhe thot faja'ala an-nasu yal'anunahu, do të thonë filluan njerëzit ta mallkojnë, kanë thënë Allahu ja bëft kështu, Allahu ja dhënë këtë, Allahu e bëft kështu, derisa
ka dëgjuar ai fqinji, i ka dëgjuar këto fjalë të njerëzve, edhe ka thonë irji la tara minni shay'an takrahuhu. Ka thonë kthej orën ditë në shtëpi se nuk do të shohësh asnjëherë ndonjë të keqe nga unë. Do të thonë nuk do të shohësh asgjë që e urren prej meje. Dhe ky hadith do të thonë është se është argument që lejohet përdorimi i këtyre metodave për të larguar një të keqe, për të larguar diçka që është e dëmshme. Pastaj tjetri mëkat që është përmendur, e ka përmendur autori rahimahullah, është wa dhulmun nas fi ad-dima'i wal amwali wal a'rad. Do të thonë t'i bëhet padrejtësi njerëzve në gjak ose në pasuri ose në nder. Do të thonë padrejtësia është në lloje të shumta. Por hyn ose padrejtësi ndaj jetës së dikujt, ose gjakut të dikujt, ose padrejtësi në lidhje me pasurinë e njerëzve, ose padrejtësi në lidhje me nderin. Edhe të gjitha këto janë haram dhe janë prej mëkateve më të rënda, sidomos vrasja, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, pra kush vret një musliman me qëllim, ai e ka dënimin në xhehenem, ku do të jetë përgjithmonë, dhe Allahu është i zemëruar ndaj tij dhe ka mallkuar atë dhe ka përgatitur për të dënim të madh. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Pra nuk lejohet gjaku i muslimanit që dëshmon se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se unë jam i dërguar i Allahut, nuk lejohet asnjëherë. Do të thonë asnjëherë nuk lejohet vritet muslimani, përveç me ligj në këto 3 raste, e thayyibu zani, do të thonë ai i martuari që bën zina, wa nafsu bin nafs, edhe vritet vrasësi që ka vrarë dikant, pra e vret ligji, do të thonë pushteti, dhe jo që njerëzit ta marrin dorë vet ligjin. Kjo është ndaluar në Islam. Do të thonë nuk lejohet familja e të vrarit, familja e viktimës, nuk lejohet vet ta marrin dorë që ta vrasin vrasësin. Nuk është e lejuar në Islam, por e denoncojnë në gjykat dhe prej ligjeve të shariatit është që ky njeri dënohet me vdekje. Do të thonë ky është qëllimi kur thuhet, do të thonë vetëm ai që ka vrarë dikën lejohet vritet edhe pse është musliman. Pra e vret autoriteti i shtetit, jo njeriu. Kurse kjo që veprohet te ne dhe është traditë, do të thonë dhe veprohet sipas kanuneve të vjetra dhe traditave kombëtare, që me të cilat krenohen disa, kur 2 familje hyn hasmëri, do të thonë nuk është i sigurt askush prej anëtarëve të familjes. Do të thonë nëse ka vrarë dikush, nëse ka vrarë për shembull djali i xhaxhait tim ka bërë vrasje, cili është faji im, do të thonë që dhe un kam qenë kundër për shembull ose diçka e ngjashme, ose qoftë edhe vllai im, ose djali im, ose babai im, nëse ka vrarë dikën, nuk ka mundësi që ta marrë dënimin dikush tjetër, por dënimin e merr vetëm vrasësi, edhe në dunja edhe në ahiret. Pra ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Do të thonë askush nuk e bart peshën ose barrën e dikujt tjetër. Secili dënohet për mëkatet dhe për krimet që i ka bërë vet, ose gjithashtu edhe secili shpërblehet sipas asaj që ka vepruar vet, jo dikush tjetër. Përveç nëse bëhet shkak ose ndihmon, do të thonë atëherë pjesëmarrja e ka merr pjesë në mëkat dhe në dënim, siç ka marr pjesë në krimin që e ka bërë. Do thotë nuk lejohet të vritet njeriu përveç do të thonë në shariat me ligj e vrasin autoritet, do të thonë e dënojnë me vdekje autoritetet atë që ka qenë i martuar dhe ka bërë zina, ose dikush që ka vrarë njeri, ose ai që del prej feje edhe largohet prej xhamatit, ose del kundër xhamatit të muslimanëve. Gjithashtu për padrejtësinë në pasuri,
ka thënë Allahu subhanahu wa taala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Do thot mos i hani pasuritë e njerëzve me padrejtësi. Pra nuk lejohet pasuria e askujt, përveç se me të drejtën e shariatit, me pajtueshmëri nga të dy palët. Pra mos i hani pasuritë tuaja mes jush me padrejtësi, duke i akuzuar, domethënë duke i shpënë te pushtetarët, domethënë me rishfet ose me mashtrime ose me dëshmi të rrënjshme kështu me radhë, që të hani një pjesë të pasurisë së njerëzve me mëkat, duke e ditur se kjo është, ju e dini që është e ndaluar. Gjithashtu Allahu ka thonë edhe për në shitblerje, ka thënë wailul lil mutaffifin, do të thënë mirë për ata që e bëjnë këtë vepër, që quhet me një fjalë arabisht tatfif. Dhe cila është ajo? Është shpjeguar në ajetet në vazhdim, alladhina idha ktalu ala an-nasi yastawfun. Do të thënë ata të cilët kur blejnë, do të thënë diçka, edhe marrin mallin prej njerëzve, duan të jetë i plot, edhe e matin me precizitet ose e numrojnë me precizitet. Kurse wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kurse kur ju matin të tjerëve ose u peshojnë të tjerëve, atëherë lën mangësi. Do të thënë edhe kjo pjesë pra është prej mëkateve të mëdha dhe për këtë ka thënë Allahu wailun, pra mjerë ose është dhe me kërcënim për xhehenem. Dhe e përmendëm hadithin më herët se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Do të thënë i gjithë muslimani për muslimanin është haram, pasuria e tij, gjaku i tij dhe nderi i tij. Edhe ka thënë Allahu wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, do të thënë mos u amangësoni njerëzve gjërat e tyre, do të thënë duke u avjedhur ose duke i mashtruar kështu me radhë. Dhe këto padrejtësi kanë forma të ndryshme. Të gjitha i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala për t'i larguar njerëzit nga padrejtësia. Do të thënë e ka ndaluar kamatën, e ka ndaluar rishfetin, e ka ndaluar gjithashtu dhuratat e në punësve të shtetit. Pra është ndaluar t'u jepet dhurat. Është haram vjedhja, rrëmbimi ose uzurpimi e kështu me radhë, ose do thotë në mënyrë mashtruese që t'i merret një pjesë njeriut, gjitha këto janë prej harameve të rënda në Islam. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lirrajuli an ya'khudha 'asa akhihi bighayri tibi nafsihi. Do të thënë nuk i lejohet njeriut t'ia marrë shkopin vllait vet pa qenë ai plotësisht i kënaqur. Do të thënë nëse ja merr pa leje ose ja merr në mënyrë që ai nuk është i kënaqur edhe shkopin. Do të thënë edhe shkopin në cilin mbështetet është haram. Diçka tjetër më e madhe padyshim se është haram më i madh. Dhe ka thënë la ya'khudh ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jaddan. Do të thënë mos ja marrë askush shkopin vllait vet duke u tallur ose me seriozitet. Do të thënë duke e bërë me tallje, e merr, do të thënë si me shaka, edhe kjo është e ndaluar. Edhe thot femen akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilayhi. Kush ja merr shkopin vllait vet, le t'ja kthej, do të thënë përveç nëse ai vet ta jep edhe me kënaqësi. Dhe për këtë shkak në shariat është pasi është shumë haram i madh vjedhja, ka dënim të vjedhjes, që është prerja e dorës, edhe ky njeri që vjedh edhe shkakton që t'i pritet dora, do të thënë është që i ka bërë padrejtësi shumë vetvetes. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu. Do të thënë Allahu mallkoft vjedhsin, hajdutin, vjedh një vezë dhe i pritet dora. Do të thënë e nënçmon veten e vet në deri në këtë nivel. Po ashtu nuk lejohet padrejtësia në nder. Do të thënë duke ia shkelur nderin dikujt, do të thënë në familjen e tij, ose
duke folur për nderin e dikujt. Domethënë të gjitha këto janë prej harameve të rënda në Islam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur për martesë, edhe të rit i kanë nxitur vazhdimisht që të martohen, sepse martesa është që e bën njeriu më shumë ta ulë shikimin dhe ja mbron më shumë nderin. Ka thonë ja ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Domethënë o ju të ri, kush ka mundësi le të martohet. Domethënë më një herë. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Sepse martesa është që e bën shikimin më të ulët, domethënë nuk i shikon atëherë gratë tjera dhe e mbron gjithashtu nderin ose e mbron organin. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Domethënë ata të cilët nuk e lusin askënd përveç Allahut, pra nuk i bëjnë shirk Allahut. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe nuk vrasin asnjë njeri që Allahu e ka ndaluar vrasin përveç se me të drejtën e ligjit. Wala yaznun, dhe nuk bëjnë zina. Domethënë këtu janë përmendur çështja e mbrojtjes së nderit dhe mbrojtjes së jetës së njerëzve. Këta janë, domethënë, besimtarët e shpëtuar. Por kush i bën këto, wa man yaf'al dhalika yalqa athama, domethënë kush i bën këta, ai është zhytur në mëkate. Yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dhe atij i shumëfisohet dënimi në ditën e gjykimit dhe mbetet aty përgjithmonë i poshtruar. Dhe pjesë e mbrojtjes nderit është gjithashtu edhe ndalesa, domethënë për të folur për nderin e dikujt, edhe ndalimi i rënd në shariat për ta akuzuar dikën për imoralitet, edhe për këtë folëm më herët, domethënë është 7 mëkatet më të rënda. Ka thënë Allahu innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilati innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah. Domethënë ata të cilët i akuzojnë ose shpifin për besimtarët e ndershme dhe domethënë që nuk e kanë këtë mendim të zinas, ata që e shpifin, domethënë janë të mallkuar në dunja dhe ahiret dhe kanë dënim të rënd. Pastaj tjetri mëkat që është përmendur këtu, dhe ka përmendur autori rahimahullah, është wa shurbul muskir, domethënë pirja e pijeve dehse, ose pija çdo dehses, domethënë pije ose ushqim ose menuhatje ose çka do qoftë prej këtyre që e de njeriu, domethënë ja humb mendjen, është haram. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala ja ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali ash-shaytani fajtanibuhu. Domethënë ju që keni besuar, vera, domethënë alkooli, komari, idhujt dhe falli janë punë të fliçta të shejtanit. Prandaj largohuni atyre nëse doni të shpëtoni. Dhe vera ose alkooli është quajtur ummul khaba'ith, domethënë nëna e fliçësirave, nëna e të këqijave, sepse sjell, domethënë kur njeriu e humb mendjen, domethënë sjell që të bëj padrejtësi edhe në gjakun e njerëzve, edhe në nderin e njerëzve, edhe në pasurinë e njerëzve, edhe pa e humbur mendjen kur është i dhënë pas alkoolit, domethënë i shkakton këto, domethënë që i sulmon njerëzit në pasuritë e tyre, atëherë rrjedhimisht edhe në jetën e tyre, edhe sulmon nderin e njerëzve për të arritur deri te alkooli. Për këtë shkak quhet se është nëna e të gjitha të këqijave. Dhe në hadith është përmendur se në lidhje me alkoolin janë të mallkuar 10 grupet njerëzve, 10 lloje. Domethënë është i mallkuar alkooli, edhe është ai që e pi, ai që e shtrydh, ai që e jep, domethënë e shërben, pra është alkooli vet, është ai që e pi, ai i cili e shërben, ai që e shtrydh,
ai për të cilin shtrydhet, ai që e shet, ai që e blen, ai që e bart, ai deri tek I cili bartët dhe ai që e ha fitimin për alkoolit. Do të thënë këta 10 çështje, duke filluar nga alkooli dhe 9 veta janë të mallkuar në lidhje me alkoolin, secili që ka lidhje me të. Alkool, do të thënë në gjuhën tonë është më shumë e njohur kështu shkurtimisht I themi alkool, mirë po është për qëllim ndalesa për çdo dehje, çdo gjë që deh, alkooli ose droga ose ushqime ndryshme, këpurdha e kështu me radhë, do të thënë çdo gjë që është dehse është haram, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram, do të thënë çdo dehës është haram. Dhe ka thënë inna ala Allahi ahdan, do të thënë Allahu e ka dhënë fjalën. Pra Allahu ja ka bërë obligim vetes limen yashrabul muskir, do të thënë secili që pi dehëse, do të thënë çdo gjë që de, se Allahu do t'i jap atij të pi prej baltës së poshtrimit. Do të thënë ai që pi ndonjë pije dehse, Allahu do t'i jap atij të pi prej baltës së poshtrimit. Kan thënë o I dërguari I Allahut, çka është balta e poshtrimit? Ka thënë araqu ahli an-nar, djersët e banorëve të xhehenemit. Ose ka thënë usaratu ahli an-nar, do të thënë lëngjet që vijnë nga banorët e xhehenemit. Do të thënë nga djegja, qelbi dhe djersa dhe gjaku e kështu me radhë. Do të thënë ai njeri që pije dese, do ta ketë dënim në ahiret, Allahu na ruaj. Dhe pashtu ka thënë men sharibal khamra fi dunya hurimaha fi al-akhirah. Kush e pi verën në dunja nuk do të ketë në ahiret. Do të thënë nuk do të jetë në xhenet, sepse banorët e xhenetit kanë verë e cila nuk de dhe nuk trullos kokën dhe nuk të bën dhimbt. Dhe ka thënë mudminul khamri immata wa lam yatub laqiya Allah ka'abidi wathan. Dhe ai që është I dhënë pas alkoolit, do të thënë është alkoolik, si thuhet, ai nëse vdes pa u penduar, vdes e takon Allahun njësoj si adhuruesit e idhujve. Do të thënë ai që në këtë kuptim që është I dhënë, që nuk mendon për asgjë tjetër përveç se për alkoolin. Edhe tek ai është në një nivel sikur është duke adhuruar alkoolin. Edhe prandaj është I barabartë me ata që I adhurojnë idhujt. Pastaj tjetri mëkat është ka thënë wa la'bul qimar wa huwa maisir. Do të thënë gjithashtu edhe komari, luajtja e komarit me të gjitha format e komarit, me loja shpërblyese, me lotari, me bastore, me këto lojat me letra, do të thënë të gjitha format e lojrave të fatit janë komar, edhe të gjitha janë haram. Edhe sa për informim ose shtim të njohjes, sipas rregullave të sheriatit edhe ky sigurimi është një prej formave të komarit. Do të thënë pagimi I sigurimit për jetën ose për pasurinë ose për makinën ose për shtëpinë, do të thënë është lojë fati, që ka mundësi dikush paguan pak dhe fiton shumë, dikush paguan me vite dhe vetëm I humb ato. Njësoj sikur te lojrat e komarit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Do thot alkooli, komari, idhujt dhe falli janë vepra të fllihshta të shejtanit. Prandaj largohuni atyre nëse doni të shpëtoni. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fi al-khamri wal maisir. Do thënë shejtani do që të fusë mes jush urrejtje dhe armiqësi përmes alkoolit dhe komarit. Do thënë padyshim se përmes alkoolit dhe komarit hyn armiqësia, urrejtja dhe grindja mes njerëzve. Wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Dhe do shejtani përmes këtyre që t'ju pengoj nga përmendja e Allahut dhe nga namazi, fa hal antum muntahun. Do të thënë a do ta përfundoni, a do ta lini, do të thënë a do ta braktisni përfundimisht
këtë vepër të fliqur. Komari është prej harameve të mëdha, saqë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala li sahibihi ta'al uqamiruk. Do të thënë, kush i thot shokut vet, hajde lozim komar, do të thënë të luaj komar me ty. Nëse e thot këtë fjalë, atëherë falyatasaddaq. Do të thënë duhet t'japë sadaka. Pra duhet bëj kefare, shpagim për këtë fjalë. Nëse e thot, që do të thonë se atëherë loja është edhe është mëkat i madh, për cilin as nuk ka kefare. Kurse kjo fjalë është mëkat i madh për cilin duhet të bëj kefare njeriu. Do të thonë të bëj shpagimin duke dhënë sadaka. Tjetër prej mëkateve të mëdha që ka përmendur autori rahimahullah është el-ghiba. Mundesh me shikuar të punu web streami edhe sauva. 1 orë 3 minuta. Okay. Po. El-ghiba, do të thonë përgojimi. Çka do të thotë përgojim? E ka definuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë dhikruka akhaka bima yakrah. Do të thonë ta përmendësh vllajën tënd me diçka që ai nuk do t'i përmendet. Kur nuk është prezent, është për qëllim kur nuk është prezent, se nëse është prezent, do të thonë është ofendim, edhe është sharje. Nëse nuk është prezent, quhet përgojim ose ghibe. Kam thënë, si mendon nëse e ka me të vërtet ai vllai im këtë që e them, ka thënë nëse e ka me të vërtet, atëherë ke bërë ghibe, do të thënë e ke përgojuar. Nëse nuk e ka, atëherë ke shpifur për të. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Pra mos e përgojoni njëri tjetrin, a doni që ta hani mishin e vdekur të vllajt tuaj, padyshim se këtë e urreni. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Pra friksojuni Allahut dhe ruhuni zemrimit Allahut dhe dijeni se Allahu është falës dhe që e pranon pendimin dhe është mëshirues. Do thot përmendja e muslimanit me diçka që ai e llogarit si tmet, që nuk ka qef t'i përmendet, është sikur t'i hahet mishi atij, dhe në formën më të keqe, kur është i vdekur. Do thënë cili prej njerëzve e pëlqen për vete që ta haj mishin e vdekur të muslimanit, askush, edhe do thotë në këtë mënyrë është gibeti, prandaj si formë dënimit është që njeriu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ha mishin e vllajt të tij në dunja, atëherë ai i sillet në ditën e gjykimit. Do të thënë i bihet atij kjo formë njeriut, edhe urdhrohet që ta haj. Edhe ha duke bërtitur dhe duke u ndrydhur nga e keqja. Dhe duhet ta di njeriu se mbikëqyrës gjithmonë është Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu ka dërguar shkrues që nuk lën asnjë fjalë pa e shënuar. Ka thënë Allahu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që flet njeriu ka shënues të kujdesshëm mbi të. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Do të thënë kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flasë fjalë të mira ose le të hesht, mos fol asgjë. Do të thënë nëse nuk ke diçka të mirë për të thënë. Dhe për këtë shkak kjo është prej shenjave të munafikëve, do të thënë përgojimi i besimtarëve është prej shenjave të munafikëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-imanu qalbahu. O ju që keni besuar me gojë, mirë po nuk ju ka hyrë imani në zemër. La taghtabu al-muslimin. Do të thënë mos i përgojoni muslimanët. Wala tattabi'u awratihim. Dhe mos i ndiqni, mos i përcillni, do thotë, ti zbuloni tmetat e tyre. Mos hulumtoni për tmetat e tyre. Fa innahu man yattabi'u awratihim yattabi'i Allahu awratahu. Do të thënë se kush i hulumton tmetat e muslimanëve,
Allahu i hulumton tmetat e tij. Dhe kujt ja hulumton Allahu tmetat, do të thonë e demaskon dhe zbulon edhe nëse është brenda në shtëpinë e vet. Prandaj kjo çështje është me të vërtetë prej punëve më të rrezikshme, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu shpesh herë flet një fjalë që është në zemrimin e Allahut dhe ai nuk i kushton rëndësi asaj. I duket sigur e lehtë ose e parëndësishme, mirë po për shkak të kësaj fjale hidhet në xhehenem 70 vjet. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ma garanton atë që ka, domethënë, mes dy mjekrave, do thotë mes mustaqeve dhe mjekrës, pra gojen ose gjuhën, kush e garanton se do ta ruaj, dhe atë që ka mes dy këmbëve, që do ta ruaj, nuk do ta lëshoj në haram, atëherë unë i garantoj se do të jetë në xhennet. Do thënë, këto dy çështje janë çështjet më të rrezikshme që njerëzit i sjellin në zjarrin e xhehenemit. Dhe argumentet shumëta, thotë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu e ka pyetur se si do të shpëtoj, si duhet, do të thënë çka duhet veproj që të shpëtoj. Ka thënë emsik alejka lisanek. Thotë mbaje gjuhën, mos fol, do thotë fjalë të matura e të pamatura. Wal yasa'ka baytuk, edhe le të mjaftoj shtëpia jote, rrin në shtëpi, do thotë mos dil në për fitne. Wabki ala khati'atik, edhe çaj për mëkatin tënd. Pra kjo është rruga e shpëtimit. Dhe kjo rruga e shpëtimit është njerëzve të cilët largohen prej fjalëve të kota dhe prej kotësive, si ka thënë Allahu walladhina hum anil lagwi mu'ridun, do të thënë ata të cilët largohen prej fjalëve të kota. Mirpo kjo duhet të kuptohet se përmendja e të keqes së dikujt ka përjashtim. Do të thënë, në disa raste është e lejuar. Një prej atyre është kur njeriu do të thënë ta largoj padrejtësinë. Pra shkon te gjykatësi, edhe i thot filani ma ka bërë këtë padrejtësi, më ka bërë kështu ose më ka vjedhur. Do të thënë, në këtë rast e përmend vllajën e vet me diçka që nuk do t'i përmendet. Mirë po, është e lejuar që ta largoj, ose të gjykatësi, ose të dikush që mund ta mbroj. Do të thënë, ka mundësi të shkoj te dikush, edhe ti thot, shiko, filani më bën këtë padrejtësi, edhe unë nuk kam fuqi, ndoshta fjalën tënde ose respektin ndaj teje, do të thënë e ka që do të thënë pra të ma kthej këtë të drejtë që ma ka shkelur, të ma kthej pasurinë ose të ma kthej këtë mjetë e kështu me radhë. Do thot, për largimin e padrejtësisë lejohet. E dyta, kur kërkohet fetva, kur kërkohet përgjigje, si ka ndodhur që ka ardhur Hind radhiyallahu anha, gruaja e Ebu Sufjanit radhiyallahu anhu, i ka thonë Ebu Sufjani është koprac edhe nuk më jep mua sa më mjafton për mua dhe fëmijët e mi. Do të thonë, e ka përmendur me një gjë të keqe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka qortuar, por i ka thënë, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi banik. Do thot, merr prej pasurisë së tij në mënyrë të mirë, do të thënë me kujdes, aq sa të mjafton ty dhe për fëmijët e tu. Do të thënë, pra këtu është rasti kur ka kërkuar fetva, si të veproj, sepse filani bën kështu e bën këtë keqe, do të thënë si duhet veproj unë. Rasti i tretë është kur kërkohet ndihmë për ta ndalur një të keqe. Do të thënë, është një keqe që ndodh, edhe nuk ka mundësi njeriu ta pengoj, edhe i thot dikujt që mund ta pengoj. Atëherë i thot filani është duke bërë këtë, edhe kërkon ndihmë për ndaljen e të keqes. E katërta është ajo që ka të bëjë me paralajmërim për sherrin e dikujt. Do të thënë që paralajmërim si për dëmtimin dunja ose për dëmtimin fe. Nëse dikush prej njerëzve për shembull është mashtrues, edhe shes se dikush do të bëjë tregtime të, ose vjen i kërkon borxh filani, edhe atëherë
ti e di se ai u kërkon njerëzve borxhe dhe nuk i kthen borxhet, edhe atëherë e paralajmëron. Njeriu i thot, mos i jep atij sepse ai i ka marr filanit edhe nuk i kthen. Dhe edhe më parsore se kjo është nëse bëhet fjalë për fe, nëse dikush është thirrës në bidat, edhe sjell devijime ose flet në fenë e Allahut me ignorancë, pa dituri, atëherë është obligim që të paralajmërohen muslimanët edhe të tregohet se filani është i devijuar dhe ka këtë bidat, edhe këtë devijim, edhe këtë ignorancë në lidhje me çështjet e fesë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për dy veta, ka thënë ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina shay'a. Dhe nuk mendoj se filani dhe filani din diçka prej fesë sonë. Do të thënë janë ignorant në fe. Edhe gjithashtu kur ka ardhur njëri ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam bi se akhul ashira, do të thënë është njëri i keq filani, do thotë me emër. Po ashtu kur ka pyetur Fatime bintu Qais, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alejhi wasallam për martesë, do të thënë se më ka kërkuar filani dhe Abu Jahm edhe Muawiya, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Abu Jahmi është, do të thënë që nuk e heq shkopin nga supi, dhe Muawiya është, thotë, ose Abu Jahmi është që, do të thënë që nuk ka pasuri, pra është shumë i varfër, mos u marto me të, dhe Muawiya gjithashtu nuk e heq shkopin nga supi, por martohu me Usame ibn Zeidin. Do të thënë kjo është këshill dhe paralajmërim, edhe për çështjet dunjas. Do të thënë kur përket lejohet, atëherë padyshim se paralajmërimi për t'i mbrojtur njerëzit nga devimet në fe, atëherë padyshim se është më parsore. Po hadithi sakt, amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atiqihi. Do të thënë Abu Jahmi nuk e heq shkopin nga supi, wa amma Muawiya fa sa'luqun la mala lahu. Kurse Muawiya është shumë i varfër dhe nuk ka pasuri. Dhe prej hakut muslimanit, obligim, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë 5, ka përmendur një prej tyre, idha stansahaka fansah lahu. Do të thënë kur të kërkon këshill, atëherë jepi këshill me cilëtërsi dhe me sinqeritet. Pra nëse të pyet dikush për në fenë e Allahut, atëherë padyshim se është obligim që ti tregosh ku mund të mësoj dhe ku nuk duhet të mësoj. Vendi i 5 kur lejohet përgojimi ose përmendja e dikujt me të keq është për ta njohur. Domethënë, nëse thuhet filan, janë dy veta me atë emër edhe i thu i verbri për shembull ose i gjati, i shkurti ose ai që çalon kështu me radhë, domethënë për ta njohur, jo për qeshje ose në çmim. Dhe vendi i 6 është për njeriu që i bën mëkatet haptazi. Thotë ai që e bën haptazi mëkatin, do të thënë pi alkool haptazi ose u vjedh, u amer njerëzve pasuritë kështu me radhë, do thotë është diçka ose është kamataxhi për shembull dhe dihet, nuk është ndaluar që të përmendet për këtë të keqe që e ka. Pra, nëse është për mëkate që janë mes tij dhe Allahut, atëherë çka të thuhet për ata mëkate që janë shtrembrim të fesë së Allahut, do të thënë për bidate. Kur i bën bidatet haptazi, si nuk u lejuar ka që të thuhet për ta se filani është bidatxhi, do të thënë kur ai as nuk i fsheh bidatet e tij. Pra këto 6 vende ose 6 raste janë ku bëjnë përjashtim nga përgojimi i ndaluar dhe për këtë ka ixhma. Askush prej dietarëve nuk i kundërshton këto 6 raste se lejohet të përmendet për të keq dikush. Dhe mëkati i fundit që ka përmendur autori rahimahullah këtu është mëkati i nemimes, do të thënë bartja e fjalëve. Edhe nemimja është, do të thënë për këtyre mëkateve që janë të fjalëve, edhe të fjalët folëm, do të thënë ruajtja e gjuhës, ruajtja e gojës, dhe ruajtja e fjalëve, do të thënë është prej obligimeve më të rëndësishme. Edhe rreziku i mëkateve të gojës është rrezik shumë i madh. Edhe një prej tyre është nemimja që është bartja e fjalëve mes njerëzve
për t'i prisur, për të futur grindje mes tyre. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Nuk hyn në xhennet ai që bart fjalë për prishjen e njerëzve. Dhe Allahu i ka përmendur mushrik, Ebu Xehlin ose tjerë prej kokave të mushrikëve, ka thënë hammazin masha'in binamim. Është njeri që përqesh edhe bart fjalë për t'i prishur njerëzit. Dhe kur ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë dy varreve, edhe ka thënë se janë duke u dënuar, ka thënë wa ma yu'adzabani innahuma yu'adzaban, këta dy janë duke u dënuar, wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabir. Do thot nuk janë duke u dënuar për diçka të madhe, por ajo është e madhe, është mëkat i madh. Pra komentimi për këtë është se në sytë e njerëzve ose në mendimin e tyre ka qenë se këto nuk janë të lehta, nuk janë diçka të rënda, por janë mëkate të mëdha, edhe janë shkak për dënimin në varr. Ka shumë raste të mëkateve ku njeriu e mendon si të lehtë, kurse Allahu ka thënë wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Ju e llogaritni se është e lehtë, mirëpo ajo është tek Allahu shumë e madhe. Dhe këta njëri prej tyre ka qenë që ka bartur fjalë mes njerëzve, për t'i prisur, për të futur grindje dhe për të futur urrejtje mes njerëzve. Edhe prej kësaj ka përjashtime. Nëse bëhet për ta ruajtur dikant prej sherrit dikujt, e dëgjon se filani është duke thurur plane për ta dëmtuar dikant prej muslimanëve, atëherë lejohet ti tregohet atij, sidomos nëse ajo është me pozit në fenë e Allahut, është thirrës ose mësues i fesë, edhe dikush flet për ta dëmtuar, edhe për të futur dyshime, që njerëzit largohen prej tij, atëherë është preferuar që ti tregohet dhe nuk hyn në bartjen e fjalëve për prishje mes njerëzve. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e sahabeve, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur disa prej munafikëve kanë thënë i kanë përqeshur sahabët, edhe kanë thënë këta lexuesit tanë, e kanë përqeshur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe lexuesit, do thotë dietarët e sahabeve. Edhe atëherë ai që e ka dëgjuar këtë, i ka thënë do t'i tregoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka treguar, edhe për këtë shkak ka zbritur ajeti, se ata pastaj kanë ardhur edhe kanë mohuar këtë fjalë, dhe Allahu ka thënë wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudu wa nal'ab. Do thotë nëse i pyet, ata do thonë ne vetëm jemi tallur edhe vetëm sa për të kaluar koha. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, do të thonë thuaj, me Allahun, me ajetet e tij dhe me të dërguarin e tij jeni duke u tallur, mos u arsyetoni sepse ju keni mohuar pas imanit tuaj. Do thotë për këtë bartje të fjalëve, sepse ky sahabi ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për diçka që e ka thënë dikush. Do thotë nuk e ka qortuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por përkundrazi ka zbritur ajet që i ka qortuar ata të cilët kanë folur. Do të thonë këtu ka qenë dobia e ruajtjes së fesë dhe nuk ka qenë kjo bartja e fjalëve për të futur grindje mes dy palëve. Gjithashtu e ka vepruar një veprim të këtill Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, kur ky rasti ka qenë me Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Po ashtu rasti tjetër është kur ka ardhur Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ka dëgjuar një prej njerëzve në luftën e Hunenit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur, pret luftës shumë, pasurit shumëta dhe shumë e ka shpërnda. Edhe i ka dhënë Aqra ibn Habisit 100 deve, edhe i ka dhënë tjetër kujt ngjashëm me të 100 deve. I ka dhënë edhe mushrikëve, edhe i ka dhënë atyre që sapo kanë hyrë në Islam. I ka dhënë shumë. Edhe dikush prej banorëve të Medinës ka thënë kjo ndarje nuk është ndarje e drejtë. Edhe ka thënë
nuk është me këtë ndarje nuk është qëllim fytyra e Allahut. Edhe atëherë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu e ka dëgjuar dhe ka thënë do t'i tregoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka treguar dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam faman ya'dil idha lam ya'dil Allahu wa rasuluhu. Domethënë kush mund të ndajë drejt, kush është i drejt nëse nuk është i drejt Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë rahimallahu Musa qad udhiya bi akthar min hadha fa sabr. Do të thënë Allahu e mëshiroft Musajin, ai u shqetësua edhe më shumë se kaq, do të thënë janë thënë edhe më shumë fjalë për të dhe ai ka qenë durimtar. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka qortuar Abdullah ibn Mas'udin të thotë pse e bart fjalë, por e ka treguar përgjigjen ndaj kësaj fjale edhe gjithashtu ka qenë përkujtim për veten e tij sallallahu alaihi wasallam duke i marrë shembull pejgamberët e mëparshëm. Do të thotë, pra duhet kuptohet që bartja e fjalëve vetëm për të shkaktuar urrëtie dhe armiqësi mes njerëzve, ajo është nemime dhe është prej mëkateve të mëdha, por nëse tregohet diçka për cilën ka dobi për mbrojtjen e interesit të një individi ose interesit të davetit ose të fesë ose të shoqërisë, atëherë nuk është prej asaj bartje që quhet haram. Wallahu a'lam. Pastaj ka thënë autori wa ghayru dhalika mimma naha Allahu azza wa jalla anhu wa rasuluhu. Dhe si dhe çështje tjera nga të cilat ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij, do të thënë çdo gjë që gjejmë në Kur'an ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është ndaluar edhe që është e urryer, muslimani duhet t'i largohet. Mirpo në veçanti duhet të ruhet prej asaj që e di që është mëkat i madh. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na japë sukses për çdo gjë që do ai dhe që është i kënaqur me të, dhe të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, të na shtoj diturinë dhe të na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.